Kjo pamje vjen nga fshati Zhub I komunës së Gjakovës, ku një pjesë e malit është shndruar plotësisht në deponi të mbeturinave, kryesisht inerte. Në këtë zonë, sipas banorëve, mbeturinat kanë zënë pjesë të hapësirës dhe një pjesë e natyrës është dëmtuar rënd. Ata thonë se kjo pjesë e fshatit dikur e pastër tashmë është bërë pothuajse e pabanueshme për shkak të ndotjes së madhe. Banorët kërkojnë që institucionet komunale dhe organet përgjegjëse të ndërhyjnë sa më parë për ta parandaluar përhapjen e kësaj deponie ilegale, e cila po zgjerohet ditë pas dite. Para kamerave, ata thanë se shumica personave që sjellin mbeturina, sidomos ato inerte, vijnë nga fshatrat të tjera dhe madje edhe nga qyteti. Sipas tyre, hedhja e mbeturinave është bërë një praktike e përditshme, duke kthyer zonën në një pikë të zezë mjedisore që po dëmton edhe shëndetin dhe cilësinë e jetës së banorëve.